në këtë edicion do të ndiqni. Rruga Martir Dinaj në Gjakov mbi 2 dekada e gjysmë pa ndriçim publik. Kanceri po merr jetë, duhet ngritje vëdijes për kontrole më të shpeshta. Shpella e Kusarit, nga atraksioni turistik në shembull neglizhence. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Prej më shumë se 2 dekadash, banorët e rrugës Martir Dinaj janë duke u përballur me mungesën e ndriçimit publik. Edhe pse disa herë janë ankuar, gjendja ka vazhduar të mbetet e njëjtë. Prapa kamerës, banorët kanë kërkuar sanim të problemit, pasi sipas tyre terri i ka lodhur dhe po i penalizon në shumë punë. Të jetosh mbi 2 dekada e gjysmë pa ndriçim publik është sfidë me të cilën përballen rreth 60 familje në rrugën Martir Dinaj. Banorët thonë se mungesa e ndriçimit vështirëson lëvizjen gjatë orëve të mbrëmjes. Njëri prej tyre, prapa kamerës, tregon se shpesh detyrohet të dalë në hyrje të lagjes me dridore për t'i pritur fëmijët e tij kur kthehen në shtëpi. Përveç mungesës së ndriçimit, banorët shprehin shqetësim edhe për gjendjen e disa shtyllave elektrike, të cilat janë të dëmtuara dhe të vjetra, pasi disa prej tyre janë ende prej druri. Ata thonë se gjatë këtyre viteve kanë adresuar vazhdimisht kërkesat e tyre për zgjidhjen e këtij problemi, por deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse. E për shkak të kësaj neglizhence institucionale, komuniteti i kësaj zone pa në televizionin Syri si mundësinë vetme që zëri i tyre të dëgjohet dhe për të kërkuar zgjidhje, në mënyrë që kjo lagje të mos vazhdojë të mbetet akoma në harres. Redaksia Mediumit ton e ka adresuar këtë problem në zyrën për informim në komunën e Gjakovës, për të kuptuar nëse është planifikuar ndonjë zgjidhje për ndriçimin e kësaj rruge, por deri në përgatitje të këtij materiali nuk kemi marrë përgjigje. Edhe pse shumë zanate tradicionale me kalimin e kohës po rrezikojnë të shuhen, kjo nuk vlen për punën me argjil që bën Fatos Leshi. Ai thotë se veprimtaria që ushtron është art dhe e njëjta po rrit interesimin edhe të rinjve. Disa zanate tradicionale po shkojnë drejt shuarjes, por ka dhe të tilla që vazhdojnë të mbijetojnë fal përkushtimit të mjeshtërve dhe interesimit të brezit të ri. Njëri prej tyre është zanati i poçaris, ku e gjithë puna bëhet me argjil dhe ngjyra. Në punishtën e Fatos Leshit, zanatin po mëson edhe një praktikante e re, e cila e nisi nga shkolla e mesme praktiken dhe po vazhdon edhe sot. Për herë të parë kur e marrë në këtë punë të ri, jam konin vetar, arsimtarja jam e artit Violeta Viki. Na ka pru mi pa prapërsisht se që shkon kjo punë, kjo profesion. Pastaj kam vazhdu me punu si praktikante të Fatosi. Tash të vi punoj, edhe jam studente tash. E kom kryer domethënë shkollën e mesme. I vështirë për mua nuk është, normal kur ta bën me qef me dashni. Vetë që vjen koha dhe përkushtim, se jo gjithë ka me dalë mirë qysh te pra më në. Në këtë ambient pune, kërkesat janë të shumta fal mjeshtërisë së poçarit Leshi, ndërsa enët më të kërkuara janë pjatat dhe gotat. Enët më të kërkuara për moment janë pjatat dhe gotat. Pa i anashkalu vazët dekorative, domethënë me gjatësina shumë të mëdha. E kur është fjala të interesimi, ai thotë se ky zanat është art, prandaj edhe kërkesat janë të mëdha. Edhe pse unë po shortja punoj me kapacitet, mos thuj 200% në orë kohë. Duhet me pas prirje, për shkak se ky nuk është vetëm zanat, por është edhe art. Edhe për atë punë quhet artizanat. Domethënë të i përfshit e dyja, unë nuk e mvyj në argat. Me bojtron, me karroce, me shatje, me lupat. Po më duhen punëtorë që mujnë me më marrë zanatin mu edhe me bashkëpunu me mu për me arritën plot fuqishmërinë e punimeve deri në përfundim. Argjil punuesi Leshi thotë se dikur furnizohej vetëm në Gjakov nga fabrika e tjegullave, por sot ai importon argjilën e gatshme dhe të testuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Jam të importu për
vendeve të Bashkimit Evropian, cilat janë më ateste për shkak të toksinave rrezikimeve ku ta di unë janë të garantuar se janë bio, nuk kanë absolutikisht asnjë lloj minerali që e dëmton shëndetin tonë. Njëkohësisht edhe ngjyrat janë me ateste, janë ngjyra të bocit, atëherë argjila na vjen e gatshme, e përpunuar vetëm me prej me bu top, edhe mi punu format, me ajo dizajnin se çysh e kërkon klientela. Kjo punëturi drejtohet prej vitesh nga ky mjeshtër i punës në argjil, në të cilën punohet me shumë përkushtim dhe profesionalizëm për të ruajtur këtë artizanat. Ndërgjegjësimi global për të mbrojtur nga sëmundja kanceri duhet të jetë i vazhdueshëm, me qëllim të informimit të njerëzve mbi rreziqet e kësaj sëmundje dhe për të mbështetur personat e prekur. Pulmologët thonë se krahas kancerëve të tjerë, edhe kanceri mushkërive është shumë sfidues për pacientin. Një gushti shënon ditën botërore të kancerit të mushkërive, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për një nga sëmundjet më serioze në botë, duke vënë theks të veçantë të zbulimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi në kohë. Shenjat paralajmëruese nuk duhen neglizhuar dhe kërkojnë drejtim sa më të shpejtë te mjeku. Vetëm kur masa tumoroze rritet mjaftueshëm që të prek ose të komprimon mbaresat nervore, që të shkakton dhimbje, apo në rastet kur preken enë të gjakut që mund të shkaktojnë një kollitje me gjakderdhje, qoftë me premesat e vogla të gjakut, apo të rastet më të rënda dhe një kollitje me gjakderdhje më të shtuar, këto janë shenjat e sigurta. Por gjithsesi, ka shenja tjera, sidomos dhimbje në një pjesë të caktuar të kafazit krahënorit, gjithmonë në njëjta pozicion e dhimbjes pa ndryshuar për një kohë të gjatë duhet të dyshohet, por jo çdo herë është shenjë e sigurt. Njohja e faktorëve të rrezikut ndihmon në parandalimin e sëmundjes. Sipas studimeve botërore, kanceri mushkërive shkaktarin kryesor ka dohanpirjen. Por jo vetëm dohanpirja është njëri prej shkaktarëve që nxit zhvillimin e kancerit më shumë, është edhe struktura gjenetike ose trashëgimia që ndikon më shumë, ekspozimi në ambient me pluhur, me ajër të ndotur, ekspozimi në grimcat e radonit, ekspozimi në grimcat e azbestit, mirëpo dohanpirja konsiderohet kryekpot sipas gjitha studimeve që është shkaktari numër 1 i shfaqjes së kancerit të mushkërive. Kontrollet e rregullta ndihmojnë në zbulimin e hershëm, sidomos të personat me rrezik të lartë. Në momentin kur moshat janë të shtyra ose pacienti ka pas një histori të dohanpirjes, por edhe ka histori të trashëgimisë për shfaqjen e kancerit, rekomandohen kontrolla të paktën një herë në 6 muaj si vizita sistematike që njën, kurse të rastet të dyshimta në momentin kur shohim një ndryshim sado të vogël gjatë ekzaminimit, qoftë me anë të ultrasonografisë apo një grafie të thjeshtë të mushkërive, rekomandohet përsëritje ose follow-up me CT të mushkërive, do të thotë me tomografi të kompjuterizuar, që është një metodë mjaft e avancuar. Raporti i fundit i OBSH-s e thotë qartë se kanceri i mushkërive mbetet vrasësi numër 1 në botë, duke marrë mbi 1.800.000 jetë çdo vit dhe duke prekur mbi 2.5 milion njerëz të tjerë. Atraksioni turistik Shpella e Kusarit duket sikur nuk është më destinacion i turistëve, siç ishte vitet e shkuara, që në hyrje të shpellës të shësyri mungesë të mirëmbajtjes, dëmtim të shkallëve, tabela orientuese dhe plot gjëra tjera që përshkojnë këtë hapësirë. Në brendësi të fshatit Kusar, i cili karakterizohet me një pamje të bukur pyjore, gjendet Shpella e Kusarit. Në një terren gjarpëror në malet e Pashtrikut, kjo shpellë ka një obor të veçantë shkëmbore të shkallëzuar që mundson ecjen e vizitorëve që duan të hulumtojnë brendësitë e kësaj shpelle. Por, tani këto shkallë janë dëmtuar duke rrezikuar vizitorët. E përveç shkallëve, vërehet edhe rritja e bimeve të ndryshme përreth, duke prishur pamjen madhështore të këtij atraksioni. Kjo gjendje rëndohet edhe më shumë me mbeturinat dhe dëmtimin e sinjalistikës. Të gjitha këto probleme rrjedhin si pasojë mos mirëmbajtjes së këtij vendi turistik, duke rrezikuar edhe shuarjen e interesit turistik në këtë zonë. Shpella e Kusarit meriton të jetë një atraksion i denj për vizitorët dhe një krenari për komunitetin lokal dhe jo një shembull i neglizhencës institucionale dhe komunitare. Këtë fillim gusht, rrugët e qytetit u pan të jenë të mbushura me plot mërgjimtar,
të cilët kanë zgjedhur t'i kalojnë pushime duke shëtitur nga njëri vend në tjetrin. Ka nga ata që Gjakovën e duan shumë dhe çdo cep i saj i pëlqen. Ndjekim kronikën. Stina Verës i rikthen gjallërinë Gjakovës. Me ardhjen e mërgjimtarëve, rrugët, lokalet dhe sheshet mbushen sërish me vizitorë, por cilat janë vendet që ata i vizitojnë me më shumë dëshirë sa rikthehen në qytetin e tyre, këtë e mësuam nga vetë ata. Qarshia vjetër është shumë e bukur, është vendin bazar më i vjetër se Krejt Ballkanit. Bjeshkën e kemi ofër mas mirin e Krejt Ballkanit. Jam që shqyqit kapak. Kam lindë në Gjakov, po jetoj që 46 vite në Kroaci. Më pëlqen shumë Kroacia Kret, po Gjakova me Gjakov nuk ka, se vendi ku ke lindë edhe ku përbëj ke njëre disa vjetë ma shumë, po të ngrek edhe ma shumë vendi ku ke lindë. Kështu që kur vi këtu, unë nuk ri, as 5 minuta në shpi, veç dalë, shkojnë qashit madhe, shkojnë qashit vogël, koncertet kur bëhen, në licen e Raduniqit shkoj në Bjesht Rogovës, detin se du bash, ama kështu në për Bjesht kam qef me shku. Gjakovën e kam në zemë, se vendlindja ime. Unë sa herë vinë Gjakov, se jetoj në Zvicër, sa herë vinë Gjakovën e kam qef shumë e vizitu qashin e vjetër. Gjakov kam qef qytet me dalë, kam qef shumë e pas sende, ka shumë sendet bukra, kështu që pëlqen tepër. Mu më pëlqen me dalë mramje në Gjakov, te qashia vjetër, me vizitu Drinën, edhe më pëlqen se edhe njerëz janë shumë qelë. Për mërgjimtarët, Gjakova mbetet një destinacion i veçantë ku rikthehen çdo verë për të shijuar bukuritë e qytetit dhe për të krijuar kujtime të reja pranë vendlindjes. E ndërtuar në shekullin 18, ura prej gurje tabakeve në Gjakov lidhet ngushtë me historinë e zejtarëve dhe vazhdon të mbetet një nga simbolet më të njohura të qytetit. Me një gjatësi prej më shumë se 100 metrash, kjo urë renditet ndër urat më të mëdha të ndërtuara gjatë mesjetës në trojet shqiptare. Në jug të qytetit të Gjakovës, mbi lumin Erenik, gjendet ura tabakeve. E ndërtuar nga snafi i tabakeve, quajtur ndryshe lëkur punuesit të Gjakovës, me 1790, kjo urë lidhet të Gjakovën me qytetet si Shkodra, Kuksi e Bajramcuri. Ura është e gjatë 127 metra dhe ka 14 qemere me dritare shkarkuese. E në të janë të gdhendura shumë relief. Në njërin nga qemeret e urës është e gdhendur një pëllëm dore me gishta, një rozete vogël me një sferë në mes dhe me rrezën në mes të saj, me një figurë në trajt gërshëre që tregon veglin e punës së snafit që e ndërtoi urën. Ajo është ndërtuar nga guri i gdhendur dhe në ballinat e urës janë skalitur ornamentet e gdhendura mbi gur. Ura ka pasur transformime gjatë luftrave, por pas konservimit i është kthyer gjendja origjinale dhe ajo renditet ndër 10 urat më të mëdha të ndërtuara gjatë mesjetës në trojet shqiptare. Ura tani përdoret për këmbësor dhe në vendimin mbi mbrojtjen e saj thuhet se ka vlera historike, sociologjike, artistike, urbanistike dhe kulturore. Ura tabakeve është në mbrojtjen e ligjit që nga viti 1962. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Rruga Martirë Dinaj në Gjakov mbi 2 dekada e gjysmë pa ndriçim publik. Kanceri po merr jetë, duhet ngritja e vedijes për kontrolle më të shpeshta. Shpella e Kusarit nga atraksioni turistik në shembull neglizhence.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.